Unë këtu kam sjell disa copa gazete, po do ishe Një tjetër finalist u përcjell nga juria e Albania's Got Talent në mbrëmjen e 4 të audicioneve. Mister, shpejtësi, guxim dhe sekret, të gjitha këto elementi përmbante performanca e iluzionistit Dashnur Bushi, që befasoi jo vetëm Castro Zizon, i cili shtypi butonin e art, por edhe publikun. Një tjetër mbrëmje magjike ku 11 konkurrent nga të gjitha grupmoshat guxuan të prezantonin talentet e tyre përpara 4 anëtarëve të jurisë. Ky format ka sjell talente nga vende të ndryshme brenda dhe jashtë trojeve shqipfolse. Nga Kalifornia, drejtë në skenën e Albania's Got Talent, Eliach Star dhuroi një interpretim magjik nëpërmjet pianos së tij. Ndërsa Hermes Çeku la pa fjalë Elsa Lilën, Castro Zizon, Adelina Ismailin dhe Agron Llakajin. Veç komenteve të drejtë për drejta, emocioneve të forta dhe plot surprizave, kjo mbrëmje solli edhe refuzime nga anëtarët e jurisë. Ata që nuk arritën të merrnin potë e tyre ndërprer rrugëtimin për në netët gjysmëfinale të spektaklit. Fëmijët ranë sy me talentet e tyre edhe në këtë puntat të 4. Hoara me lëvizjet e saj të veçanta në kërcim, Break the Floor që vijojnë të ruajnë traditën e bukur të vallëve, vogëlushja Emma që pushtoi skenën me zërin e saj, ishin disa për performancave më pikante të mbrëmjes. Gara sa vjen e bëhet më e fortë, vetëm njëri prej konkurrentëve do të mund të bindë Agron Llakajin, anëtarin e vetëm të jurisë që ende nuk e ka shtypur butonin e art për të shpallur finalistin e 4. Por për të gjithë që e keni humbur këtë natë të spektaklit Albania's Got Talent, e gjeni në kanalin zyrtar të Vision Plus në YouTube, si dhe në të gjitha rrjetet sociale.